Mirë, do të përpara se të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi edhe një herë lajmit me të cilën nisëm dhe A2 Puls për ditën e sotme për ngjarjen e rëndë të ndodhur pas mesnate në Mans të Durrësit, ku 2 persona kanë humbur jetën dhe një tjetër është shpallur në kërkim për shkaqe banale. Të paktën më aq sa është bërë ditur deri tani. Kam Elitiona Dogo në lidhje të drejtë për drejtë dhe një herë për të rindërtuar ngjarjen, se si ka ndodhur ajo, dinamikën e saj dhe cilat janë informacionet më të fundit, Elitiona. Të përshëndes Bruna, në fakt në vendin ku është regjistruar ngjarja, vetëm pak metra nga krahu përballë i stacionit policor të Manzës, aty ku është një pikë karburanti, brenda të cilit, ambienteve të cilit është edhe një bar kafe. Në fakt skena dhe ato elementet lokalizues të zonës janë hequr menjëherë mëngjesin orët e para të mëngjesit të sotëm, duke e lënë aktivitetin e të dyja subjekteve të vijojnë normalisht. Dhe për këtë qëllim jemi zhvendosur në fakt edhe me pamje në këtë pozicion pranë stacionin policor. Ajo që bëhet e ditur në fakt nga deri momentet që flasim është që grupi hetimor ka arritur që të ballafaqojë dëshminë edhe nga vet kamarieri që ka qenë edhe piknisja të gjithë situatës, që për fat keq u finalizua me 2 viktima. Ky i fundit të gjitha dhënat e bëra të ditur nga Alteo Pepa, që është kamarieri në rastin konkret me të cilin ka nisur konflikti, janë ballafaquar dhe me kamerat me të cilat policia i ka sekuestruar, grupi hetimor i ka sekuestruar më një herë pas ngjarjes. Pra ajo që vjet e re është fakti që 2 shtetasit, Daniel Pepa dhe Aranit Kurti kanë hyrë të 2 shokë me njëri tjetrin, kanë hyrë pak pas mesnatës në ambientet e bar kafes për të porositur një kafe. Dhe fakti që ekspresi nuk ka qenë i ndezur ka bërë që kamarieri të përgjigje duke thënë që nuk mund t'ju shërbente kafe. Kjo situatë me sa duket dhe kjo përgjigje ka ndeshur në kundër përgjigje sërish nga shtetasi Daniel Pepa, i cili i ka thënë që duhet ta ndezi menjëherë ekspresin e kafes dhe duhet ju shërbej një kafe. Ndërkohë që në këtë moment Florian Paluçi, i cili ka qenë po ashtu duke pirë diçka brenda këtij ambienti, ka ndërhyrë duke u thënë që të mos i ngrejnë zërin kamarierit, pasi ky i fundit ishte në drejtën e tij dhe kafeja nuk shërbehej më pas orës 24 të mbrëmjes për shkak se edhe ekspresi ishte fikur. Kjo situatë ka degraduar më pas fillimisht me fyerje ndaj palëve pjesëmarrëse në konflikt, ku kamarieri me sa duket është stepur nga situata e krijuar, duke u tërhequr në një farë mënyrë, se vetë ka pohuar këtë që ka parë që shtetasit në fjalë, të 3 shtetasit në fjalë, Aranit Kurti, Florian Paluçi dhe Daniel Pepa, kanë vazhduar konfliktin jashtë ambienteve të biznesit në fjalë pa bar kafes, duke u përplasur fillimisht edhe me grushta, pra përballje fizike, ndërsa këta të fundit, me sa duket në momentin që Aranit Kurti, 33 vjeçari, është kthyer pas shtëpinë bashkë me Daniel Pepën për t'u larguar pavarësisht konfliktit të ndezur me Florian Paluçin, ky i fundit ka drejtuar armën duke lënë të vdekur në vend Aranit Kurtin, 33 vjeçar, ndërkohë që është kundërpërgjigjur në shenjë vazhdimit të këtij konflikti, por edhe të thellimit të ngjarjes, pikërisht shtetasi Daniel Pepa, i cili aktualisht është shpallur në kërkim policor. Pra, si autor i dyshuar i vrasjes së Florian Paluçit. Një ngjarje në fakt që sigurisht ka tronditur mbar opinionin publik, por veçanërisht banorët e kësaj zone, kësaj qytete të vogël që ndodhet vetëm pak kilometra larg Durrësit dhe që sigurisht ka ngritur në këmbë mbar opinionin publik të zonës, duke u tronditur pasi ishin edhe banorë të zonës dhe i njihnin në këtë zonë. Pavarësisht se para shprehur që vetëm diçka, një saktësim. Flori Paluçi po konsumonte një kafe në ato orar në lokal, ishte një person i rastësishëm dhe ishte i armatosur. Atëherë Flori Paluçi dhe vetë Daniel Pepa, që aktualisht është i shpallur në kërkim, paktën këto 2 persona konfirmojnë që dispononin armë me vete. Flori Paluçi kanë qenë rreth 5 persona në total brenda ambienteve të këtij biznesi, sepse duke qenë si një pik, le ta themi, që funksionon 24 orë për shkak të furnizimit edhe me karburant, sigurisht kafja që ndodhet për brik këtij karburanti ka po ashtu edhe funksion, le ta themi, për gjatë orëve të natës, duke bërë që çunat edhe njerëzit
kryesisht të rinj, të qëndrojnë edhe pas orëve të mesnatës në këtë ambiente, pra nuk ishte një situatë jo e çuditshme, pasi është i vetmi bar që funksionon edhe pas orës 24, paktën nga sa na kanë konfirmuar vetë banorët e kësaj zone. Por ajo që bie në sy është që personat e përfshirë në këtë konflikt janë persona të njohur dhe të skeduar nga strukturat policore, nuk janë emra të panjohur për ta.